Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pini vaj ulliri me limon dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Kjo përzierje e fuqishme me këto dy përbërës do ju ndihmoj të pastroni trupin tuaj nga të gjitha toksinat e dëmshme. Do të ndiheni të freskët dhe plot energji. Shumë njerëz në mbar botën e përdorin këtë përzierje që nga kohërat e lashta. Ata e kanë përdorur për të trajtuar dhe parandaluar shumë probleme të ndryshme shëndetësore. Vaji i ullirit u quajt si ari i lëngshëm, duke qenë se vlerësohej shumë për dobitë e tij. Shumë ekspert nga ana tjetër pohojnë se vaji i ullirit duhet të jetë një element thelbësor në dietën tonë mesdhetare të përditshme, dhe kur është fjala për limonin, ky superfrut i shëndetshëm është njëkohësisht i pasur me shumë vlera të rëndësishme duke përfshirë antioksidant, vitamina, duke qenë se ofron edhe përfitime të larta shëndetësore. Ju mund ta përdorni këtë kombinim të fuqishëm për të trajtuar dhe për të parandaluar shumë probleme shëndetësore si kapslloku. Sipas ekspertëve, nëse ju kombinoni vajin e ullirit me limon, ju do të arrini një lubrifikant për mukozën e tretjes dhe nga ana tjetër ju do të aktivizoni funksionin e mëlçisë dhe fshikësës së tëmthit. Ky ilaç kaq i thjeshtë gjithashtu do ju ndihmoj që ju të hiqni qafe të gjitha toksinat, por nga ana tjetër edhe të pastroni dhe të kujdeseni për trupin. E gjithë kjo aktivizon fuqishëm dhe ndihmon tretjen në eliminimin e gjithçkaje për të cilën ne nuk kemi nevojë. Problemet kardiovaskulare. Vaji i ullirit gjithashtu është i ngarkuar me acide yndyrore të cilat janë jashtëzakonisht të rëndësishme për trupin ton për të riaktivizuar qarkullimin dhe për të hequr kolesterolin e tepërt. Ky kombinim gjithashtu ka veti të fuqishme shëruese, që do të thotë se është shumë i dobishëm kundër problemeve kardiovaskulare. Ndërkohë zgjidh edhe problemet reumatike. Ky kombinim super i shëndetshëm ka veti të fuqishme antiinflamatore. Kjo do të thotë që dhimbjeve i ka ardhur fundi. Prirja e një përzierje të limonit, vajit të ullirit dhe ujit në një orë përpara se të hahet mëngjesi mund të ndihmojë në detoksifikimin e fshikësës së tëmthit, mëlçisë dhe veshkave. Prej shumë vitesh njerëzit e kanë përdorur recete natyrale me vaj ulliri dhe limon në të mirë të shëndetit dhe të trupit. Kjo kur, e cila konsumohet esta në mëngjes, është një alternativë shumë e mirë për të patur një shëndet optimal. Mjafton që ju të shtrydhni një limon dhe ta përzini atë me një lugë gjelle me vaj ulliri dhe ta pini rregullisht. Ndërkohë, detoksifikimi i trupit. Përzierja mes të vajit të ullirit dhe limonit është ideale për të pastruar të gjithë trupin tuaj. Ky lëng duhet konsumuar sidomos përpara ngrënies së mëngjesit që të funksionojë në mënyrë perfekte. Sipas informacioneve, vaji i ullirit është i pasur me acide yndyrore të cilat riaktivizojnë qarkullimin e brendshëm duke eliminuar në këtë mënyrë kolesterolin e keq. Vaji i ullirit gjithashtu largon inflamacionin dhe e pajis trupin tuaj me vitamina. Kundër kolesterolit, vaji i ullirit me limon është një recetë ideale natyrale për të ulur nivelet e larta të kolesterolit në gjak. Problemet me reumatizmën. Sekreti i suksesit të kësaj kure kundër reumatizmës qëndron tek vlerat kundër inflamacionit. Në qoftë se ju e pini rregullisht me stomakun bosh, atëherë ju do të përjetoni më pak dhimbje të kyçeve. Jo më kot njihet edhe si lëngu i artë. Kundër konstipacionit,
Vaji i ullirit ka gjithashtu efekt laksativ, sidomos kur ai konsumohet me stomakun bosh. Kjo recetë natyrale zgjidh problemin e konstipacionit. Për shëndetin e mëlçisë. Kur organizmi juaj mbushet me toksina fal ushqyerjes së keqe, në ndihmë vjen vaji i ullirit me lëngun e limonit. Intoksimi i organizmit ndikon ndjeshëm në shëndetin dhe në funksionin e mëlçisë. Duke e konsumuar lëngun e limonit dhe vajin e ullirit në mënyrë të rregullt, ju do të përmirësoni shëndetin e mëlçisë. Problemet me tretjen. Lëngu i limonit me vaj i ullirit rekomandohet për problemet me tretjen, aciditetin në stomak e të tjerë. Ky lëng ka efekt qetësues dhe gjithashtu trajton problemet në stomak, sidomos kur konsumohet esëll. Lëkura, flokët dhe thonjt. Vaji i ullirit me lëngun e limonit është gjithashtu një recetë ideale për njerëzit të cilët kanë thonjtë të brisht, akne dhe gjithashtu çrregullime të pH-it të lëkurës. Ky lëng gjithashtu është i pasur me antioksidant, të cilët të luftojnë shenjat e moshës, rrudhat dhe njullat në lëkurë. Vaji i ullirit së bashku me lëngun e limonit gjithashtu rekomandohen për të trajtuar zbogthin në flok duke masazhuar atë përpara larjes. Kombinimi i limonit me vajin e ullirit janë një kombinim tërësisht i famshëm për të stimuluar njëkohësisht dobësimin. Këto përbërës natyral e ndihmojnë trupin tuaj që të nxjerrë jashtë të gjitha toksinat nëse konsumoni të paktën një gotë në ditë. Përveç përfitimeve të brendshme që sjell kjo pije, ju mund ta përdorni edhe për trajtime të jashtme. Limoni dhe vaji i ullirit janë një mënyrë shumë efikase edhe e trajtimit të problemeve me lëkurën. Ne ju sugjerojmë një trajtim të lëkurës me anë të këtij kombinimi perfekt. Vaji i ullirit është i mbushur me antioksidantë si vitamina A dhe E. Ndihmon në pastrimin dhe në rikuperimin e fytyrës së dëmtuar nga aknet, dielli, tymi i cigareve apo faktorë të tjerë të jashtëm. Vaji i ullirit funksionon gjithashtu si një zbutës natyral që ndihmon në mbylljen e shenjave që shkaktojnë aknet. Ngjyra e lëkurës tuaj njëkohësisht do të jetë më e bardhë dhe më e ndriçuar për shkak se limoni do t'ju sigurojë ju një pastrim sa më të thellë të saj. Përzierja e këtyre përbërësve do t'ju japë ju efektin që ju dëshironi. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë gjelle me vaj i ulliri, 2 lugë gjelle me lëng limoni. Përgatitja. Kombinoni të dy përbërësit në një enë të vogël dhe më pas trazojini mirë. Aplikoni në fytyrë të pastër dhe njëkohësisht në qafë për të shmangur zonën e syve. Lëreni të veprojë për 20 minuta. Gjatë kësaj kohe ju duhet të siguroheni se keni vendosur një peshqir rreth qafës për të evituar ndotjen e rrobave nga maska. Më pas, lajni fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë dhe thajni me kujdes me një peshqir tepër të butë. Më pas, ju mund të aplikoni kremin tuaj të përditshëm hidratues dhe të shikoni se rezultatet do të jenë me të vërtet mbretëlënëse. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!